Hari Bayraktari, Elliot Engel in memoriam. Me pikëllim të thellë, ju njoftojmë se ka ndruar jetë miku i madh shqiptare, kongresmeni amerikan Elliot Engel, zëri i shqiptarëve në Kongresin e Shteteve të Bashkuara për më shumë se 3 dekada. Ai ishte një mik i pazëvendësueshëm i kombit shqiptar, një nga meritorët që sot e kemi Kosovën e lirë të pavarur si dhe Shqipërinë demokratike e pjesë të NATO-s. Për mua personalisht, Elliot Engel ka qenë si vëllai im dhe miku im më besnik në betejat tona për Kosovën, thot Hari Bayraktari, që nga dita e parë në vitin 1989, kur trokita në terën e zyrës së tij për t'i folur për vuajtjet e popullit të Kosovës, ai hapi jo vetëm zyrën, por dhe zemrën e tij për popullin shqiptar. Populli shqiptar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut e Maltëzinë, Luginë Preshevës e çamëri e diasporë do ta kujtoj përgjithmonë si një nga miqtë më të mëdhenj që kemi pasur ndonjëherë në Washington dhe New York. Ai ishte pranë nesh në ditët tona më të errta, ishte pranë nesh edhe në ditët tona më të lumtura, kur Kosova shpalli pavarësinë dhe Shqipëria u bë pjesë e NATO-s. Sot kombi shqiptar përkulet me mirënjohje të pafund këtij njeriu të drejtë dhe fisnik. Historia jon nuk mund të shkruhet pa emrin Elliot Engel. Atë do ta kujtojmë si kongresmenin shqiptarëve, mikun që nuk na tradhtoi kur, njeriu që foli për ne kur nuk kishim zë. Ngushëllimet më të sinqerta familjes Engel, bashortës së tij Pet Engel, fëmijëve dhe gjithë familjarëve e miqve të tij. Sot ndajmë dhimbjen me ta, por dhe krenarinë që kemi pasur fatin ta quajmë Elliot Engel mikun ton. Shpirti i tij u preth në paqë, lavdi e përjetshme jetës së veprës së Elliot Engel, shkruan miku i tij Hari Bayraktari.